Mes vështirësive që kanë ngjallur te mbushja e burgjeve në Belgjik, qeveria e këtij vendi po bën përpjekje për gjetjen e një zgjidhje dhe këtu duket se gjen frymëzim tek marrëveshja Danimark-Kosovë. Burgjet belge janë mbushur deri në limitin e tyre dhe mungojnë rreth 2000 vende. Sipas agjencisë së lajmeve belga, ekzekutivi atje po shqyrton mundësinë e marrjes me qira ose ndërtimit të një burgu në Kosovë për të vendosur atje persona të dënuar apo persona pa leje qëndrimi në Belgjik. Një marrëveshje të ngjashme Kosova e ka dhe me Danimarkën. Ministria belge e drejtësisë dhe ajo e migracionit udhëtuan së fundit drejt Prishtinës për të zhvilluar bisedime lidhur me këtë. Burgjet e mbushura në limitet e kapaciteteve të tyre janë kthyer në një problem për Belgjikën. Këtë verë hyri në fuqi një ligj i ri në bazë të cilit në aktgjykimet për dënimin me burg duhet të argumentohet me saktësi se përse një dënim i tillë është domosdoshmërisht i nevojshëm. Në 2014 Belgjika u dënua nga Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit për shkak të kushteve jo dinjitoze në burgje dhe vazhdimisht pas kësaj ajo është kritikuar dhe nga Këshilli i Evropës. Kosova nga ana tjetër, sipas agjencisë belga, dëshiron mbështetje nga Brukseli në rrugën e saj të afrimit me BE-n si një vend i mundshëm kandidat për anëtarësim.